Surprizë e madhe. Ja ku do ta shohim Gjestin për herë të parë në televizion. Pas një rrugëtimi të gjatë dhe emocional në shtëpinë më të ndjekur në vend, fituesi i Big Brother VIP Albania 4, këngëtari Pejan Gjesti, është gati të shfaqet sërish para publikut shqiptar, këtë herë në një skenë tjetër, por po aq të dashur për shqiptarët, në emisionin humoristik Portokalli. Lajmi është konfirmuar nga burime pranë produksionit të Top Channel, ku thuhet se Gjesti do të jetë i ftuari special në episodin e radhës të Portokalli, që do të transmetohet këtë të mërkur në orën 19. Kjo paraqitje shënon edhe daljen e parë publike në televizion të artistit pas triumfit të tij në BBV. Dhe publiku duket se mezi po pret ta shohë jashtë shtëpisë së izoluar dhe në një tjetër rol. Një kapitull i ri për Gjestin, nga BBV drejt skenës së madhe televizive. Gjesti, i cili fitoi zemrat e mira shqiptarëve me natyrën e tij të qiltër, energjinë pozitive dhe talentin muzikor, ka premtuar që kjo nuk do të jetë vetëm një paraqitje formale, por një performancë që do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut. Në Portokalli, ai pritet të marrë pjesë si mysafir i nderuar në disa skeqe humoristike dhe, sipas të gjitha gjasave, edhe të këndoj live një nga këngët që e bën të njohur gjatë kohës në Big Brother. Ky është një moment kyç në karrierën e tij, pasi duket se Gjesti po vendos themelet e një pranie më të fuqishme në ekranin shqiptar, përtej muzikës. Nga një personazh i dashur në një reality show, ai po shndërrohet në një figurë publike të shumë dimensionale, që përveç këngëtarit, tashmë po eksploron edhe botën e humorit, televizionit dhe ndoshta, pse jo, edhe aktrimit. Sytë e të gjithëve drejt Top Channel këtë të mërkur. Pritshmëritë për këtë episod të Portokalli janë të larta, pasi jo vetëm që shënon rikthimin e një emisioni të dashur në formatin e tij të plot pas pushimeve të pranverës, por gjithashtu vjen me një emër që ka qenë në qendër të vëmendjes për javë me radhë. Fansat e Gjestit, të cilët janë rritur në numër të jashtëzakonshëm gjatë kohës së BVA-s, kanë mbushur rrjetet sociale me mesazhe entuziazmi dhe padurimi për këtë paraqitje të parë pas finales së madhe. Mezi po presim të shohim në një ambient tjetër. Të jesh vetvetja, shkruan një ndjekës në Instagram. Të tjerë shprehen të emocionuar për mundësinë që Gjesti do të ketë për të treguar anë të tjera të personalitetit dhe talentit të tij. Nga këngat e komedia, mundësi të reja për një artist në ngritje. Për shumë analistë të showbizit shqiptar, kjo ftesë nga Portokalli është më shumë se sa një paraqitje në një emision. Është një sinjal që Gjesti mund të jetë në prag të një karriere të re shumë më të gjerë. Nuk përjashtohet mundësia që në të ardhmen ai të angazhohet në projekte të tjera televizive, të bëhet pjesë e panelistëve në emisione, apo të zhvillojë një linjë të re muzikore të frymëzuar nga përvoja e tij në Big Brother. Ajo që është e sigurt është se, pas triumfit në një nga platformat më të mëdha të televizionit shqiptar, emri i Gjestit është bërë një brand që tashmë ka kërkesë dhe ndikim. Dhe kjo paraqitje në Portokalli është vetëm hapi i parë i një rrugëtimi që duket se sapo ka nisur.